Të ndëruar vëllezër besimtar, e tërë jeta e Profetit alayhi salatu wassalam, e tërë historia e tij është mbushur me mesime dhe porosi. Por të dashur vëllezër besimtar, në veçantë është ngjarja e hijretit, një ndër ndodhit më të mëdha dhe më frymëzuese për besimtarit deri në ditën e fundit. Në veçantë kur besimtarët kalojnë ditë të vështira, në veçantë kur besimtarët ndoshta edhe humbin shpresën nga dita që ata ta shohin dritën, është pikërisht kjo ngjarje të dashur vëllezër besimtar, është pikërisht për kujtimi i hijretit dhe ngjarjes së hijretit, e cila na frymëzon dhe na jep shumë porosi që na bën vërtet të ndihemi shpresë, të kemi shpresë, por edhe të punojmë për ditët më të mira. E para të dashur vëllezër besimtar, për këtyre frymëzimeve është ne duhet të marrim shkaqet. Nuk vjen ndihma Allahu subhanahu wa taala pa ja bërë hizmetin besimtarët. As profetin e tij Allahu subhanahu wa taala nuk e ka ndihmu përderisa ai nuk ka lëviz, përderisa ai nuk është mundu dhe shkaqet deri vend nuk i ka çu. Andaj mos pret askush prej nesh ndihmën e Allahut për i qiellit nëse ti nuk je mundu, nëse ti hizmetin nuk ja ke bë. Andaj e gjejmë ngjarjen apo e gjejmë hijretin dashur vëllezër besimtar, pas disa ose pas një dekadë e tepër përpjekjesh të profetit dhe shokëve të tij, vjen ndihme Allahu subhanahu wa taala, vjen hijreti Allahu subhanahu wa taala për profetin alayhi salatu wassalam, si zgjidhje për të ndryshuar historinë e muslimanëve deri në kiamet. Andaj lëviz, andaj mundohu. Walladhina jahaduna lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët bojnë përpjekje, mundohen, ne atyre u hapim rrugët. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ai që ka frikë Allahun, Allahu ja çel rrugët të dashur vëllezër besimtar. Edhe vetë hijreti, edhe mënyra e organizimit të hijretit është vërtet një mësim dhe frymëzim që besimtari duhet në maksimum të marrë shkaqet dhe të mos mbështetet vetëm në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj profeti alayhi salatu wassalam e përgatiti hijretin në mënyrë shumë të detajuar. E la Aliu në shtëpinë e tij, du natën, mshef në shpellë, nuk i tregoi askujt, madje e mori rrugën që nuk ishte realisht për në Medinë, vetëm që të merr shkaqet që Allah subhanahu wa taala t'i jap rezultat në këtë ibadet dhe në këtë rrugë që njihet si rruga e hijretit. Dhe të dashur vëllezër besimtar, prej frymëzimeve të mëdha të hijretit është mbështetja në Allahun subhanahu wa taala kur robi merr të gjitha shkaqet. Mbështetje fetare e duhur dhe e shëndosh në Allahun tawakkul është kur besimtari merr shkaqet. Kur ti e kryen detyrën që Allahu ta ka kërkuar prej teje, kur ti mundohesh, pastaj mbështetën Allahun subhanahu wa taala. Andaj njëherë njëri prej shokëve të tij tha profetit alayhi salatu wassalam, kur shkoi te xhamia me deve, tha ja Rasulullah, a me lidh deven, a me lën dorët Allahut? Tha lidhe deven dhe lën dorët Allahut. Amo fillimisht lidhe, pastaj lën dorët Allahut, sepse kur Allahu nuk e ka dorë, edhe nëse e lidh, ndoshta nuk e gjen. Por ti duhet me marrë shkaqet, ti duhet me bë hizmetin punës, ti duhet me punu, ti duhet me mësu, ti duhet me fal, pastaj rahmetin e Allahut dhe bereqetin e rrezikun e tij me kërku. Tretë dashur vëllezër besimtar, prej frymëzimeve të mëdha që marrim nga kjo ngjarje është rëndësia e shokut të mirë në veçantë në ditë të vështira.
në veçanti për kryrën e punëve të mëdha. Punë të mëdha, projekte të mëdha nuk kryhen me shok të ligë, me burra të ligë. Andaj profeti alayhi salatu wasalam kur i erdhi lajmi për me bë hijretin ose leja për me bë hijretin, shkoi ku? Kërkoi shoqërimin e kujna? Të atij i cili ishte i sigurt në besnikërinë e tij, në shoqërimin e tij, në trimërinë e tij, në bujarinë e tij, në burrërinë e tij, në ato që e kishte testuar me vitet e tëra. Shkoi te Abu Bekri dhe i tha: "Es-suhfa el-hijra, udhna bil-hijra ya Abu Bekr." Tha: "Më është leju me bë hijret o Abu Bekr." "Es-suhba ya Rasulullah." Tha: "Më lejo me të shoqëru o i dërguari i Allahut." Andaj shoqëria do të lëzër, shoku i mirë është çdo herë i shtrejt, po në veçanti për punë të mëdha, në veçanti në ditë të vështira, zaten populli ynë kanë thonë, miku i mirë në ditë të vështira. Katër të dashur vëllezër besimtarë, prej frymëzimeve të marrura nga kjo ngjarje është: la tahzan, inna Allaha ma'ana. Ajo që i tha profeti alayhi salatu wasalam Ebu Bekrit në shpell, kur Ebu Bekri po friksohej për profetin alayhi salatu wasalam, tha: "Ja Rasulullah, nëse ata shqyqojnë drejt shpellës kanë me na pa." Tha: "Pse po frikohesh? Pse po ke frikë ja Ebu Bekr? La tahzan, inna Allaha ma'ana." Mos ki frikë se Allahu është me ne. Andaj, nëse je në udhët Allahut, Allahu është me ty, e nëse Allahu është me ty, atëherë të mjafton dhe nuk ke pse me pasë frikë. I tha, qysh e ka regjistruar edhe Kurani: "O Ebu Bekr, çka po mendon ti për dy persona? Allahu është i treti me ta. Por pse po friksohesh për mua dhe ty? Na jena dy, po e kem të fuqishëm me ne." Andaj nderuar besimtar, ki Allahun subhanahu wa taala, ihfazillaha yahfazuk. Qysh i ka thonë profeti Ibn Abbasit radhiyallahu taala anhu, ishte çull dhe djali i ri, tha: "Ruje Allahun, Allahu të runë ty." Njehe Allahun, Allahu të njeh ty. Kërsitja derën, trokitja derën Allahut kur je mirë, Allahut përgjigjet kur je në vështërsi. Birin sejdë dhe Allahut kur je shëndosh, pastaj kur je sëmur, Allahut përgjigjet me lenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ihfazillaha yahfazuk. Ruje Allahun, Allahu të runë, wala tahzan, dhe në mos u mërzit nëse Allahu subhanahu wa ta'ala është me ty, pra nëse ti në rrugën e ti. Dhe të dashur vëllezër besimtar, një frymëzim jashtëzakonisht i madh i rëndësishëm, në veçanti në këto ditë të vështira të cilat po kalon ummeti musliman, në veçanti vëllezërit tanë besimtar në Palestinë, respektivisht në Gaza, është shpresa e muslimanit nuk shuhet kur, dhe shpresa në Allahun subhanahu wa ta'ala nuk humbet kur. Wala taqnatu min rahmatillah, mos e humbin shpresën e mëshirën Allahu subhanahu wa ta'ala, pikërisht në rrugën drejt Medinës, kur profeti alayhi salatu wasalam ishte vetëm me Ebu Bekrin dhe përsjellësin e tij, e kurejshitet kishin organizu komplot ndaj tij, madje kishin dhënë shpërblim të madh kush e sjell kokën e tij, dhe ishin angazhu luftëtarët më të njohur dhe burrat më të mëdhenj në mesin e Mekasëve për me emri këtë shpërblim, edhe donin ta vrisin profetin alayhi salatu wasalam. E njëri prej tyre ishte edhe Suraka, një arab në atë kohë, jo besimtar, i cili ishte kalor si njohur dhe i dalluar me shpatë, u nis drejt profetit alayhi salatu wasalam. Ndoshta Allahu ja mundson me sill të gjallë ose të vdekur profetin në Mekë para Kureshit edhe me fitu shpërblimin e madh material që e kishin premtuar Kureshitët. E profeti alayhi salatu wasalam, pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala e mbrojti, e profeti alayhi salatu wasalam u kthye dhe tha: "O Suraka, një ditë jo të largët ti keme vendos në kokë atë kurorën e persian atyre mbretërive që në atë kohë ishim super fuqi." Pra në këto kohë të vështira të dashur vëllezër besimtar, kur profeti po luftonte me jetë ose vdekje, nuk e humbi shpresën asnjëherë.
Mirë po e përgëzoj këtë arab që pastaj u bë musliman dhe besimtarët se nuk duhet me humb shpresën përkundër vështirësive që janë duke e kalu muslimanët, përkundër të laseve dhe asaj që janë sprovës të madhe që janë duke e kalu me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka më ardhë dita kur ata lirin kanë me e gëzu, kur ata Palestinën kanë me e qliru, kur ata në Quds kanë me u falë krenar në këtë botë dhe krenat në botën tjetër, sepse mbrojtën vendin e tyre, mbrojtën tokën e tyre, mbrojtën shtëpitë e tyre, dhanë gjithçka, sakrifikuan gjithçka për hatër, për shkak të lirisë dhe vendit dhe mbrojtjes së fesë. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.